Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Në rubrikën tonë speciale, sot do sjellim një ngjarje të gëzuar për të gjithë ne. Televizioni i shqiptarëve të Amerikës kremtoi 25 vjetorin me një mbrëmje gala madhështore në Michigan. Në mbrëmjen e së shtunës, në sallën e Imperial House, televizioni ynë festoi 25 vjetorin e themelimit të tij. Një shekull në shërbim të komunitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara përmes veprimtarisë mediatike, edukative, kulturore dhe adetare. Mbrëmja u moderua nga Brikena Oxhalli, Armela Qypi dhe Fran Gjoka, ndërsa morën pjesë personalitetë të shquara të jetës kombëtare, përfaqësues të institucioneve fetare dhe shoqatave shqiptare nga mbar Amerika. Në një dokumentar 13 minutësh riktheu në mënyrë të thukët emocionet e rrugtimit 25 vjeçar të televizionit tonë qysh nga themelimi me 20 maj në vitin 2000 deri më sot. Në fund të viteve 90, thuhet në dokumentar, kur komuniteti shqiptar në Shtetet e Bashkuara po rritej me ritme të shpejta, u ndje nevoja urgjente për një zë të përbashkët që të pasqyronte jetën, kulturën dhe përpjekjet e shqiptarëve në Amerikë. Pikërisht nga kjo ide, më 20 maj 2000 në Detroit, lindi televizioni i shqiptarëve të Amerikës, Alp TV USA, themeluar dhe drejtuar nga Gani Vila, një adetar dhe vizionar që kuptoi herët fuqinë e media si ur lidhse mes diasporës dhe ateut. Qysh në ditët e para, televizioni i shqiptarëve të Amerikës nuk ishte thjesht një televizion, ishte një mision kombëtar. Ai synonte të ruante gjuhën, kulturën dhe identitetin shqiptar në mërgim, të promovonte sukseset e shqiptarëve në Amerikë dhe të kontribuonte për çështjet kombëtare në trojet shqiptare. Përmes ekranit të tij fillimisht modest, por plot pasion e vullnet, transmetoshin kronika nga veprimtaritë e shoqatave shqiptare, intervista me figura të shquara të komunitetit dhe dokumentar për historinë dhe kulturën tonë. Gjatë viteve, Alp TV USA u zgjerua përtej Michiganit, duke u përhapur në gjithë shtetet ku jetojnë shqiptarë nga New Yorku në Chicago deri në Florida në Kaliforni, edhe në të gjithë botën. Sot përmes transmetimeve të cilat janë mjaft speciale me aplikacione në televizorët tuaj, mund të ndiqet edhe në Evropë dhe në trojet shqiptare, duke u bërë një zë i fuqishëm i diasporës shqiptare në mbar botën. Pas 25 vitesh punë të pandërprerë, Alp TV USA mbetet simboli i qëndresës kulturore, patriotizmit dhe bashkimit shqiptar në Amerikë. Një dëshmi ku ideali kombëtar shoqërohet me përkushtim dhe vizion, ai mund të krijojë vepra që rezistojnë kohës. Në drejtimin e Gani Vilës dhe të stafit të tij, ky medium është shndruar në një institucion të rëndësishëm të diasporës shqiptare. Treguesi një pune të përsosur mediatike, për shpirtshmërie e qëllimi për të vërtetën, publikun e kombin, është kthyer në një televizion në një platformë të dashur, të besueshme, të jashtëzakonshme dhe të pazëvendësueshme për komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë këtij rrugtimi 25 vjeçar, Alp TV USA ka njohur një zhvillim të vazhdueshëm teknik e teknologjik, duke ecur në hap me kohën dhe inovacionin mediatik. Në fillimet e thjeshta me pajisje analoge dhe montazhe manuale, televizioni kaloi në sisteme digjitale duke përfshirë transmetimet e ndryshme, arkivimin elektronik, montazhin kompjuterik dhe prodhimin me format HD dhe 4K. Sot, Alp TV USA përdor teknologji të avancuara për prodhimin dhe transmetimin në botë për të ndjekur në kohë reale, madje në çdo celular. Ky modernizim teknik e ka kthyer televizionin shqiptarëve të Amerikës në një nga mediat shqiptare më të sofistikuara të diasporës, ku profesionalizmi gazetaresk ndërthuret me standardet më të larta të prodhimit televiziv. Një rol të veçantë, thuaj në dokumentar, ka luajtur dhe investimi disa veçar dhe përkushtimi i familjes Vila, por edhe i stafit të këtij televizioni. Në fjalën e tij përshëndetëse, në event, zoti Vila tregoi vështirësitë dhe punën e pashoqe në vite të ndjekur nga ai dhe ekipi i Alp TV USA ndër vite, duke treguar përkushtimin dhe duke falenderuar bashkëpunëtorët në vite dhe raportet me komunitetin si dhe donatorët për përkushtimin e dhënë ndaj kësaj media, sidomos ai vlerësoi dhe punën e familjes dhe suportin e familjes së tij në realizimin e kësaj arritje. Në vend të veçantë zuri pjesëmarrja në këtë event të Federatës Panshqiptare Vatra
nga kryetari Dr. Elmi Berisha, nën kryetari Alfons Grishaj, sekretari Pashko Camaj, editori Sokol Paja dhe antarë të tjerë të degëve të Vatës në Michigan e Mëgjerë. Dr. Berisha vlerësoi rolin historik në fjalën e tij në dokumentimin e jetës së veprimtarive të komunitetit shqiptar në SBA, duke quajtur një pasardhës të denjë të misionit të Vatës së të Diellit për ndriçimin e mendjes shqiptare. Kryetari i Federatës Vatra, Dr. Berisha, theksoi se në këto 25 vite ky medium ka dokumentuar ngjarje të rëndësishme të komunitetit tonë në Shtetet e Bashkuara, nga aktivitetet e Vatrës, të shoqërive dhe institucione fetare shqiptare, vizita personaliteteve të larta nga Tirana, Prishtina e Shkupi. Bashkëpunimi mes Vatrës dhe Alp TV USA është një bashkëpunim i natyrshëm. Ky institucion përbën një mision historik në ruajtjen e identitetit kombëtar dhe në mbrojtjen e vlerave shqiptare në Amerikë. Ashtu si Vatra më shumë se një shekull më parë ngriti diellin, simbol të dritës kombëtare, sot Alp TV USA ka një ndikim shqiptar në fuqinë e imazhit e në fjalën e lirë, theksoi ndër të tjera Dr. Elmi Berisha. Don Fred Kale në fjalën e tij vlerësoi vlerat shqiptare të kultivuara nga televizioni i shqiptarëve të Amerikës, ndërsa Imam Shuaib Kërguri uroi misionin në televizionit si një dritare shqiptare, teksa babai Lidon Pashaj vlerësoi punën e televizionit për bashkimin e shqiptarëve, kurse At Eugene Shkurti vlerësoi punën e bekuar në dobi të komunitetit shqiptar të Michiganit. Filantropi dhe biznesmeni i suksesshëm Agim Lumani në fjalën e tij vlerësoi historinë e punën e televizionit shqiptarëve të Amerikës dhe bëri thirrje shqiptarëve në Michigan për të votuar për Robert Lulgjuraj si përfaqësues i shqiptarëve në Kongresin Amerikan. Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pjarin Ndreu, vlerësoi historinë e televizionit shqiptarëve të Amerikës, kontributin e diasporës shqiptare në Amerikë dhe bëri thirrje që shqiptarët e mërguar të mos harrojnë kurrë Shqipërinë. Besa Tafilaj vlerësoi veprimtarinë e televizionit, rolin e medias në shoqëri dhe ekspozoi punën e saj në Shtëpinë e Parë. Botuesi i gazetës Iliria Vebi Bajrami vlerësoi punën kombëtare të Alp TV USA, ndërsa zoti Fran Gjoka e cilësoi televizionin si një dritare që lidh kombin e mërguar me trojet etnike. Editori i gazetës Dielli Sokol Paja theksoi se televizioni i shqiptarëve të Amerikës me programet kulturore, komunitare dhe kombëtare ka patur një ndikim të fuqishëm në mërgatën e shqiptarëve të Amerikës për të ruajtur dhe promovuar interesin kombëtar, interesin komunitar, gjuhën shqipe, kulturën kombëtare, historinë, traditat dhe identitetin tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me mijëra emisione televizive, intervista, kronika, profile, reportazhe, portrete speciale, dokumentar, lidhje direkte, editoriale, komente, opinione, analiza dhe mbulime mediatike për Federatën Vatra dhe gazetën Dielli, tha ai. Këto vlera dëshmojnë për shërbimin e çmuar dhe mirënjohjen që ky televizion meriton nga secili prej nesh. Alp TV USA nderoi me certifikat mirënjohje thank you për mbështetjen, besim, kontributin dhe donacionet të dhëna në përparimin e misionit të televizionit të shqiptarëve të Amerikës si një zë i fuqishëm mediatik e unik i shqiptarëve. Ndër këto është Eduard Turfe, Agim Lumani, Fran Gjokaj, Anila Niklosh Çoniku, Alfons Grishaj, Pjetër Stanaj, Peti Camaj, Mynir Nazifi dhe filantropin e humanizmit e shquar aktivistin Ekrem Bardha. Në kryetari i Federatës Vatra Alfons Grishaj, pishtari i demokracisë, çmoi rrugtimin 25 vjeçar të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, vlerësoi punën e shkëlqyer të komuniteteve fetare në Michigan dhe apeloi për më shumë reflektim, bashkëpunim, shqiptari për shqiptarët në mërgat e sidomos klasën politike në Shqipëri e në Kosovë në dobi të interesit kombëtar. Televizioni i shqiptarëve të Amerikës vlerësoi me certifikat mirënjohje për bashkëpunimin dhe kontributin profesional frytënës, ndihmën e dhënë ndaj Alp TV USA në 25 vite dhe promovimin e kulturës dhe të vlerave kombëtare në diasporë, zotërit Elidon Haxhiaj, Gjok Gojçaj, Ben Plumaj, Pashko Gojçaj, Besa Tafilaj, Nikol Hysa, Pal Shkreli, Gjon Gjolaj, Marash Nuculaj, Adriatik Sheko dhe Lulash Palushaj. Në këtë mbrëmje gala, dhoma e përfaqësuesve të shtetit Michiganit, përmes përfaqësuesit Philip Peters, e nderoi televizionin shqiptarëve të Amerikës me proklamat për kontributin e shkëlqyer mediatik në 25 vite histori. Ceremonia festive kulmoi me shfaqjen e trailerit të filmit kushtuar heroit kombëtar Gjergj Kastrioti që do realizohet së shpejti në Hollywood. Kandidati për Kongresin Amerikan, zoti Robert Lulgjuraj,
vlerësoi punën e televizionit Alp TV USA dhe theksoi nevojën e zërit shqiptar që të dëgjohet në Kongresin Amerikan. Ai kërkoi mbështetje dhe i ftoi shqiptarët përmes votës të bëjnë histori në Shtetet e Bashkuara. Zoti Renis Nushaj, kandidat për Senatin e Shtetit të Michiganit, vlerësoi vlerat të shqiptarëve të promovuara prej televizionit shqiptarëve të Amerikës. Botuesi Rami Stafilaj, në emër të gazetës Alpeve, vlerësoi punën e tyre dhe nderoi me mirënjohje Gani Vilën dhe Fran Gjokën për veprimtarinë adetare kulturore mediatike. Ceremonia festive vazhdoi deri në orët e vona të mbrëmjes në arktimin e këngëtarëve Aleksandër Gjelaj, Dorina Tiko, Nazifja Ponjaku, Përparim Mefaja, Anjeza Ndoj, Albina Andreaj dhe Gerona Hyska, Sali Malaj, Nisi Gojçaj dhe Albërie Adërgjonaj, duke kthyer përvjetorin e Alp TV USA në një festë të madhe të krenarisë kombëtare shqiptare në Amerikë. Gëzuar pra 25 vjetorin, gëzuar Alp TV USA, me ju, për ju.